jam një zonë nga qyteti i Fierit. Po. Bashkëshorti më ka ndërruar jetë. I zbjerri më ka ndërruar jetë. Jam veti tret me këmbë. Kam 2 fëmijë nga martesa. Po bëj çmos për të kaluar pjesën e babait të fëmijëve për punën e pronostikan nga ligji 7501. Unë jam martuar në 95-ën. Vajza ka lindur në 96-ën, djali në 98-ën. Edhe asnjë gjë akoma nuk kemi bërë, ku kemi marrë një avokat nga shteti dhe akoma nuk më ka kthyer një përgjigje. Nuk përkuptoj se jam një nene e vuajtur, sepse po ri rrugëve të Fierit, veti tret me kem, po ri rrugëve të Fierit, nga ku një las nuk mund t'ja marrë të vajzë se nuk gjendet. Jemi po kalojmë në një depresion shumë të thellë, nuk e di se çfarë do të bëjmë. Ju falenderoj po ju ndjek në emisioni, se nuk po më mendoj. Faleminderit shumë, zotë ju bekoft. Duke qenë se është një radhë sensitiv, ne së bashku me emisionin 7/5, mendoj nëse do kemi mbështetjen tuaj, por unë si avokat e marr përsipër pra këtë rast, ta trajtojmë për ta ndihmuar që të paktën edhe ta informojmë lidhur me hapat që ne ndjekim. Pra, por përsa i përket vonesave, janë vonesa të cilat nuk varen nga avokati.